Sot do ndalim një temë që prek çdo prind dhe edukator. Si kanë ndryshuar fëmijët që rriten në kopshtet e çerdhet e viteve të fundit? A janë ndryshe në mënyrën si ata flasin, si luajnë, si krijojnë marrëdhënie apo si reagojnë ndaj rregullave? Kemi të ftuar drejtoreshën e kopshtit Marsidën, edukatore dhe psikologe në proces licencimi, gjithashtu edhe doktoresh Migen Sulaj. Mersida, fëmijët kanë ndryshuar, brezat kanë ndryshuar, kohet kanë ndryshuar. Si e dini ju këtë lloj ndryshimi? Çfarë ka ndryshe në sjellje, çfarë ka ndryshe në të menduarit e fëmijëve, marrëdhënien, lojën, të gjithë gjërat që kanë ndryshime që kanë ndodhur te fëmijët. Si ka ndikuar dhe si po e përjetoni ju këtë periudhë ndryshim brezash? A kuptoj. Atëherë, unë kam 20 vite që punoj me fëmijë. Dhe e them me plot bindje që brezat kanë ndryshuar, sidomos brezat e 5 apo 6 viteve të fundit fëmijët janë shumë të zgjuar, mësojnë shumë shpejt, ama duke qenë se janë shumë të lidhur me teknologjinë, ato kanë humbur durimin dhe janë më pak të përqendruar. Dhe kjo i bën shumë, por ndërkohë janë shumë të hapur në komunikim. Ato fillojnë afrohen dhe të flasin, ndërkohë janë më pak të turpshëm se ç'kanë qenë më përpara, sepse fëmijët më përpara kanë qenë pak më të turpshëm, më të tërhequr. Ndërkohë janë shumë të ndjeshëm. Okej. Këto, do të thënë, teknologjia, emocionet, marrëdhëniet, të gjitha shkojnë së bashku me njëra tjetrën. Okej. Doktoresha, po nga ana psikologjike, si kanë ndryshuar brezat e fëmijëve ose ky 5 vjeçari i fundit? Por në fakt, sikur të përmendim një çik faktorët që kanë sjellë në këto ndryshime të fëmijëve, është përdorimi i tepruar i teknologjisë, ritmi shumë i shpejt i jetës, prindrit janë gjithmonë në nxitim, sepse e tillë është gjithçka që i rrethon ata, pra mungesa e kohës. Mungesa e asaj marrëdhënies ballë për ballë të fëmijës, është fëmia përballë teknologjisë dhe jo fëmia përballë fëmijës tjetër apo fëmia përballë edukatorit apo prindit, aq sa dikur. Të gjitha këto janë faktorë që sjellin ndryshime në forma të ndryshme në zhvillimin e fëmijës dhe pa diskutime edhe në pjesën psikologjike të fëmijës. Mos harrojmë që në qoftë se referohemi një shprehje të Konfucit, mësojmë duke parë, duke dëgjuar, por më së shumti duke u përfshirë. Përfshirja ka ndryshuar. Kjo pasqyrohet në ndryshimet në zhvillimin e fëmijës dhe në aspektin psikologjik. E qartë. Mersida, sa orë mesatarisht një fëmijë mund të qëndrojë në kopësht? Shiko, pjesa e të qëndruarit në kopësht është 5-6 orë, është koha optimale për që fëmia të kryejë të gjitha aktivitetet, të mësoj, të luaj, të pushoj, por unë nuk mendoj se është koha problemi, orët. Problemi është koha cilësore, domethënë orët sa cilësore janë orët që kalojnë me fëmijët, sa kujdes marrin këto fëmijë, sa dashuri marrin këto fëmijë, sa përfshihen nëpër aktivitete këto fëmijë. Domethënë nuk është e rëndësishme koha për mendimin tim. E qartë. Okej, po përsëri nga ana psikologjike, 5 orë një mesatare e përgjithshme. Është pak apo shumë? Marsida e ceku, domethënë atë thëmbrën e Akilit, se ka rëndësi shumë cilësia, pra koha cilësore, por gjithsesi gjithçka lidhet me moshën e fëmijës, me nevoja zhvillimore të fëmijës, me mundësitë që kanë prindrit dhe patjetër me cilësinë e kopshtit, që t'i kthehemi përsëri cilësisë. Në qoftë se do shikojmë disa udhëzime të organizatave ndërkombëtare, për shembull UNICEF ose organizata botërore e shëndetit, japin disa udhëzime të përgjithshme ndërkombëtare të tipit 1 deri në 3 vjeç. Është e këshillueshme që të qëndrojnë në kopësht gjysmën e kohës, 4 orë, 5 orë. Kjo për arsye se këta fëmijë në këtë moshë kanë nevojë për një lidhje shumë të fortë me prindin. Pra kanë nevojë për lidhje të qëndrueshme atashuese me prindin ose edhe me edukatorin apo me kujdestarin. Dhe kjo duhet të jetë cilësore sepse është mosha e hershme. Këta fëmijë gjithashtu kanë nevojë për një respektim maksimal të situatave, të vaktit, të fjetjes, të ushqimit të mirë, pra ato rutinat e tyre duhet i respektojnë maksimalisht. Jo e dini shumë mirë, nuk kanë nevojë për shumë ngarkesë stimujsh,
më shumë se sa përqetësi. Pra është një moshë shumë delikate e cila kërkon një mbështetje shumë cilësore dhe ndoshta puntojmë më shumë tek cilësia dhe tek koha e kufizuar. Edhe njëherë vëmendja shumë e madhe këtu është tek lidhja shumë e mirë me prindin, pra tek atashimi ose tek një atashim cilësor me edukatorin. Duke u rritur te mosha 3 deri në 4 vjeç, fëmijët mund të qëndrojnë edhe pak më shumë në kopësht, pra edhe 4 deri në 6 orë, gjithmonë duke u përmbajtur udhëzimeve ndërkombëtare. Pasi në këtë moshë fëmijët fillojnë të mësojnë nëpërmjet një loje të strukturuar, pra fillojnë të mësojnë pak më ndryshe, kanë të përfshira ato aktivitetet edhe në ajër të pastër. Gjithmonë në këtë moshë bëhet shumë kujdes në kopshtet e mira, sa më pak kohë televizori ose as pak kohë televizori, as pak fare. Një kundërshtim. Absolutisht, po për të afruar pak asaj se çfarë ndodh në të vërtetë. Pra sa më shumë loje strukturuar nëpërmjet të cilës fillon dhe realizohet mësimi. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me atë kujdesin maksimal jo teknologji, por aktivitete të kësaj forme. Tek mosha më e rritur 5-6 vjeç, themi që mund kemi një realizim të programit të plot, pra të ditës së plot në kopësht, edhe deri në 8 orë në kopësht. Pasi në këtë moshë fillon dhe krijohet ajo balanca midis pjesës akademike të mësuarit para shkollor dhe lojës. Fillon fëmia krijon disa rutina të qëndrueshme duke u përgatitur kështu për në shkollë dhe fëmia natyrisht fillon edhe formëson pjesën e tij sipas grup moshës, pjesën e tij kognitive, parashkollore, emocionale, ndërton marrëdhëniet. Kështu që sa më shumë orë, aq më shumë kontribuojmë drejt një fillimi të mbarë të shkollës, gjithmonë duke ruajtur atë parimin jo shumë e përlum, por cilësi. Është vërtet. Absolutisht kohë cilësore. Patjetër, vetëm se prindit janë të gjithë në orare të zgjatura në punë, 8 orare, 8 orashe, dhe është e pamundur, janë familje të reja, çifte të reja dhe nuk kanë përkraje, që janë të posamartuar, vinë nga rrethet, dhe kështu që janë të detyruar që fëmijën ta lënë mbi 6 orë në kopësht. Është Në këtë rast, nëse fëmia është i vogël, ajo që puntohet fort është konsistencë dhe atashim shumë i mirë me edukatorin. Po, është e vërtet. Në fillim kur vinë janë pak të kujdesshëm, duan pak kohë faktikisht fëmijët e sotëm që të krijojnë lidhje me lidhjet më njëhershme me fëmijët apo edhe me edukatorët. Ama nga sa mendoni ju se mund të vi ky fakt? Që është vështirësia për të krijuar lidhje. Po sepse është pjesa e besimit në fillim, domethënë është pjesa që ato në fillim janë të lidhur shumë me prindrit. Në momentin që ti vjen në një ambient të ri, normalisht do t'i japim kohën e tyre, që ai të përshtatet dhe të ambientohet me fëmijët, me ambientin e ri me edukatorët. Ama në momentin që ato fillojnë edhe lidhen me njëri tjetrin, krijojnë lidhje kaq të pastra dhe kaq të sinqerta dhe shumë të forta. Dhe kënaqësia më e madhe është kur fëmia vjen kopësht dhe kalon ditën, kalon 8 orë, 7 orë, 6 orë, varet, dhe kur largohet, largohet me buzëqeshje, me përqafime. Dhe këtu është kënaqësia jonë më e madhe, gjithashtu edhe prindi. Mbi të gjitha, sepse ai po të fal ditën e syve aty. Eksakt, po të beson gjën më të shtrenjtë. Patjetër. Besoj që edhe prindrit tani ato moton nuk ka rëndësi nëse mëson ose çfarë bën, por rëndësi të dalë dhe të hyjë i lumtur nga kopshti. Nuk e di sa keni arritur ju, por është vërtet ashtu është shumë e vërtetë kjo pjesë. Të gjithë e pohojnë këtë fakt, kështu që nëse ata janë të lumtur, mendojnë që çdo gjë tjetër është okay. Është e vërtetë. Ndonjë gjë për të shtuar? Po, jo, absolutisht, madje, domethënë ky është edhe mesazhi shumë i fortë që kemi shumë kujdes që fëmijët të kenë një siguri emocionale, të jenë të lumtur në kopshe, sepse kjo është edhe ajo çështja që adresojnë apo targetojnë prindërit e sotëm. Ky është shqetësimi që vjetre më së shumti. Është e vërtetë. Ajo çfarë edhe shumë edukator apo mësuese apo ekspert të zhvillimit, neuropediatër ose psikolog të zhvillimit të fëmijës, po vënë re këtë pjesën e vonesës në të folur, mungesës së komunikimit spontan, mungesë e marrëdhënieve të kryuara jo menjëherë ajo pjesa çfarë edhe e tham pak më parë që derisa të krijojnë atë pjesën e besimit. Si ka qenë më përpara dhe si është tani në ditët e sotme kjo pjesa? Prap mendoj që do ngelemi tek teknologjia, është ajo që po i bën fëmijët, po i mbyll shumë fëmijët.
Dhe fëmijët kemi vënë re këto kohë të fundit, domethënë që kanë filluar dhe i shprehin emocionet e tyre nëpërmjet sjelljes dhe jo të folurit. Domethënë, fillojnë bëjnë nervoz, fillojnë bëjnë agresiv, qajnë, dikush mbyllet në vetvete. Pra është teknologjia dhe fakti që edhe prindërit ndonjëherë, duke qenë se është kjo rutina, jeta që po shkon shumë vrap, gjithkohës në punë, i ka ndej, vim shpejt në shtëpi, marrim fëmijën, ne dalim, të shkojmë në shtëpi sa më shpejt që të sistemojmë gjërat për ditën tjetër. Çdo gjë me nxitim. Çdo gjë me nxitim, po dhe fëmijët kanë nevojë për të kaluar kohë me prindin dhe prindi nuk ka mundësi që të merret dhe të ulet të flasë, të bëjë biseda të gjata dhe të ngrohta me fëmijën. Fëmia ka nevojë të dëgjohet. Fëmia ka nevojë të shikohet në sy. Jo vetëm të merret të ulet dhe hajde shpejt tani se do bëhemi gati, do ham darkën, do shtrihemi, do flejmë gjumë. Sepse ai ikën orën 5 nga kopshti. Sa shkon në shtëpi, sa bëhet gati, jo po do shikojnë televizorin patjetër, sepse është gjë më, nuk e di, kemi vënë re që televizori është shtëpisë e pandashme të shumë fëmijëve. Në Kopësht ne nuk e kemi këtë fare, domethënë nuk kemi asnjë lloj, përveç një majtofon, nuk kemi asnjë gjë tjetër që ndjojmë muzikë dhe këndojmë për aktivitetet tona, po. Ndërsa televizori, unë mendoj që teknologjia po i mbyll fëmijët jashtëzakonisht shumë. Dhe gjuha dhe komunikimi janë duke u vështirësuar, janë po hasin goxha vështirësi dhe kanë mbetur më pak të zhvilluar, mendoj unë, tek fëmijët e vegjël. Dhe është një problem shumë i madh ky. Kjo normalisht është vërre jashtëzakonisht shumë shtrenjtur shumë tek fëmijët. Kjo normalisht si me edukatorën edhe në momentin e ndërveprimit, normalisht edhe fjalori i tyre është më i munguar, më i cunguar, më i vakët. Është e vërtetë. Po sepse jam shumë Mendimi juaj? Po, jam shumë dakord, sepse faktikisht në qoftë se ka orë të tepruara përballë një ekrani, fëmia merr përballë ekranit emocione, ngjyra, imazhe, shpejtësia e këtyre stimujve, dënduria e këtyre stimujve është shumë më e madhe se sa kur flasim në jetën e përditshme. Pra kemi një, si thua, mos përputhje midis asaj botës ireale që shohim në teknologji dhe reales të folurës përballë. Çfarë ndodh me fëmijën? Fëmia mërzitet. Fëmia e humbet durimin, fëmia e humbet interesin, e humbet vëmendjen, kështu që menjëherë fillon ajo frika e madhe e prindit, izolimi social. Fëmia nuk ka më dëshirë të komunikoj me fjalë verbalisht. Gjuha e humbet ngjyrën e saj, gjuha e humbet atë emocionin e saj, sepse fëmia thithet nga teknologjia dhe për sa kohë kjo pjesë e virtuales dhe reales nuk janë në ekuilibër me njëra tjetrën, apo nuk ushqejnë natyrshëm, akoma jo të paktën në këtë epokë që jetojmë, nuk ushqejnë njëra tjetrën, fëmia gjendet në dy situata ku preferon atë të parën, që është me sa duket më tërheqëse. Kështu që fëmia nuk hyn ndoshta në gjuhë ashtu si dikur dhe izolimi social përrethoj ndodh dhe shpërthimi i sjelljeve përrethoj ndodhin. Dhe kemi një fëmijë i cili ndoshta ka edhe më pak vetbesim kur është atje në këndin e lojrave, apo kur duhet luaj me fëmijët, apo kur duhet komunikoj një nevojë apo një emocion të tij. Kështu që kemi një lloj ndoshta prishje të ekuilibrave për shkak të teknologjisë. Koha do ta vërtetoj gjithsesi. A kanë fëmijët sjellje imituese në momentin e reagimit të tyre nga personazhet e tyre të preferuar? Bojnë, po patjetër. Fëmia imiton çdo gjë. Çfarë shikon, e imiton, por në përgjithësi luajnë pjesën e lojës e kanë shumë të rëndësishme, domethënë ne organizojmë shumë me lojra në grupe, që si një part të jenë sa më shumë bashkëpunues me njëri tjetrin, të afrohen të pranojnë njëri tjetrin. Po, e preferojnë dhe pjesën me loje, me personazhe, me mimika, vishën dhe si personazhet e tyre të preferuar hera herës, e bëjnë. Po të flasim për sjellje të papërshtatshme, mënyra e reagimi në mënyrë të papërshtatshme, bazuar në lojrat ose në imitimin e personazheve të tyre të preferuar. Edhe kjo? Edhe kjo po vjen, patjetër. Çdo lloj sjellje që ato bëjnë, çdo lloj veprim që ato bëjnë, atyre u duket si një lojë. Po ndërkohë janë duke dëmtuar shokun, sepse ato kur hidhen, kur shikojnë disa fëmijë që hidhen, që personazhe që imitojnë Spider-Man apo ku dëgjon, hipin sipër tavolinës edhe bën do hidhen mos si Spider-Man, po ndërkohë që ai mund të lëndohet aty. Kështu që po patjetër që imitojnë fëmijët. Sa mund të arrijë ta kuptojë një fëmijë duke imituar një sjellje jo të përshtatshme,
në rastin konkret, bazuar në të çfarë u tha, pjesa që ai nuk e ndan që shoku mund të vritet nga ajo sjellje që ai bëri. Në qoftë se ky fëmijë bën një sjellje të papërshtatshme sepse ka parë një personazh dhe ka parë një skenë të caktuar dhe po imiton dhe nuk e ndjen apo nuk e kupton, po do thoya do përdorja termin nuk e ndjen më së pari se çfarë i shkaktoi shokut, atëre pa diskutim që kemi një moment ku duhet ndalemi. Sepse natyrshëm edhe kur fëmijët imitojnë, ata e ndjejnë dhe kuptojnë se çfarë i shkaktuar shokut. Ai sa e takon grup moshës tyre. Në rastin kur kemi një fëmijë që ndoshta në mënyrë të përsëritur paraqet sjellje të papërshtatshme dhe në asnjë moment nuk shfaq shqetësim se e vrau shokun dhe nuk përpiqet ky fëmijë, qoftë edhe me ndihmën e edukatorëve apo të prindërve, ta korrigjoj sjelljen e tij, atëherë ndoshta është momenti për t'u ndalur pak dhe për ta parë këtë fëmijë. Sepse ne tham, fëmijët mësojnë duke i dhënë modelin dhe duke i përfshirë. Nëse një fëmijë imiton një sjellje të papërshtatshme dhe ndërhyn edukatorja apo ndërhyn prindi dhe shpjegon herën e dytë, herën e tretë, herën e katërt, varet, gjasat janë që ky fëmijë mos ta përsërisë këtë sjellje. Nëse kjo sjellje vazhdon, atëherë duhet parë pjesa e zhvillimit emocional, pjesa e sjelljes, nëse ka një vështirësi të caktuar fëmia, apo nuk kemi bashkëpunimin e mjaftueshëm nga familjarët për t'ia shpjeguar sa duhet fëmijës situatën e kështu me radhë. Në momentin që ju keni vëzhguar, keni identifikuar disa sjellje të papërshtatshme, disa vonesa, diçka, konstatoni që ka diçka që nuk shkon me atë fëmijë. Sa e vështirë është për ju, ose si arrini ju këtë fakt të komunikoni prindërve? Shiko, takimi me prindin është shumë delikat, me thënë të drejtën, sepse asnjë prind nuk do që të gjë asnjë gjë të keqe për fëmijën e vet. Dhe gjëja e parë që fillojmë një herë është qetësia dhe fillojmë me vlerësimet pozitive një herë. Domethënë që bën këtë gjë të mirë, ka këtë, por kemi dhe pastaj filloj dhe i tregoj se çfarë kam bërë re, domethënë gjatë kësaj kohe. Kemi raste që prindi nuk e pranon edhe ka frikë, edhe e mohon diçka tek fëmia vet. Por në momentin që e shikojnë që ne, që nga ana jonë është pa paragjykim, pa gjykim dhe jemi gjithmonë në krahun e tyre për një bashkëpunim dhe për të mirën e fëmijës, atëherë fillojnë edhe bashkëpunojnë prindërit, por është e vështirë për të thënë deri në momentin që ato e kuptojnë që aty nuk ka gjykim dhe vetëm dashuri dhe Shqetësim për ta. Jo, unë vetëm ndoshta diçka kisha dëshirë shtoja këtu, që ajo që vëre unë është që ka ndryshuar edhe qasja edukatorëve ndaj prindit në momente të tilla. Pra, nëse më përpara edukatorët kanë qenë më të drejtë për drejta dhe kanë, si thua, riskuar më shumë, sot është kuptuar që prindit do t'ja themi, ja themi ashtu sikur se e shpjegove, dhe në fundit prindit adresohet nga edukatorja tek specialisti. Pra prindit i thuhet shiko një specialist, sepse nëse më përpara ndoshta nga dëshira e madhe për të ndihmuar, ndoshta edhe nga padia, flas para një dekade, edukatorët thonin që shiko se fëmia yt ka këtë problem, pra tentonin ta emërtonin. Sot informacioni është shumë më i madh fatmirësisht dhe është kuptuar që patjetër që prindi do t'i referohen këto sinjale të alarmit, kjo është në të mirë të fëmijës, siç thatë ju, është ardhmja e tij në fundit në mes, por që edukatorja me të drejtë thotë shikojeni te një specialist, dhe kjo do thoja ishte për ta referuar te specialisti patjetër, domethënë. Gjithmonë është ajo pjesa e frikës, domethënë prindi e merr me frikë, dikush e mohon, dikush nuk e pranon, por në fund të fundit pastaj janë të detyruar që të marrin një vendim, edhe sepse kur bëhet fjalë për shëndetin e fëmijës, normalisht të gjitha, përderisa jeni në biseda të tilla, është pjesa që më e mira e fëmijës. Patjetër. Shëndeti dhe mirëqenia e fëmijës në fund të fundit, domethënë. Por në momentin që ju mund të keni sugjerime ose të jepni disa rekomandime, ndoshta
se si duhet të silli prindri në shtëpi me fëmijën. Duke e njohur ju gjatë gjithë kohës, mund të ketë në periudhë të gjatë që fëmia frekuenton kopshtin, keni vënë re disa ndryshime që nuk ka diçka që nuk po shkon me atë fëmijë dhe në momentin që ju mendoni që ka për 1, 2, 3 sugjerime që duhet i ndjekin në shtëpi dhe ja komunikoni ju prindrit. Sa pranues ose refuzues janë ato në këtë moment? Varet, ajo është me prindër. Domethënë ka prindër që e mirëpresin këshillën tënde, ka të tjerë që thonë tani nuk do visha të mësoshin se si cilëm me fëmijën tim. Kështu që ajo varet nga prindrit. Fatmirësisht kam patur marrëdhënie shumë korrekte me prindrit dhe për gjithmonë që neve i shfaqim një shqetësim, janë gjithmonë të gatshëm dhe thonë të flasim në shtëpi, të ulemi të flasim dhe komunikojmë me fëmijën në shtëpi dhe ta diskutojmë dhe ta kuptojmë se nga erdhi kjo gjë. Kështu që fatmirësisht janë prindër mirëkuptues, por ka edhe nga ata që patjetër nuk pranojnë që të fëmia e tyre që ti jap, duket sikur po i jep mend se si të edukosh fëmijën apo se si ta ti thuash ti atij që shikoj se si të sillesh ti me fëmijën tënd, se si do ta mësosh ti të sillet me fëmijën. Po në momentin që ju i sugjeroni ose referoni për një konsult tek një psikolog zhvillimi ose një neuropediatër zhvillimi? Është pak e vështirë kjo pjesa. Sepse prindërit e kanë të vështirë. Kur u thua bëj një konsult tek një psikiatër, tek një psikolog zhvillimi apo ne zakonisht të themi që ndonjëherë kur sidomos se prindërit i njohim prej vitesh edhe momentin që vjen, domethënë e dim që janë pak prindër shumë meraklin, shumë të kujdesshëm edhe ose kanë frikë, a themi që shko bëj një vizitë një herë tek pediatria ose ke bërë vizitën herën e fundit tek pediatria dhe si të ka thënë, si ka është patur ndonjë shenjë, ka pasur ndonjë gjë që nuk shkon, ka vënë re gjë diçka pediatria. Jo, mohimin e kanë disa prindër nuk pranojnë, e kanë shumë vështirë pjesën e të pranuarit, e kanë direkt thonë, jo, nuk ka asnjë gjë, është krejt normal, është një fëmijë i rritur shumë mirë, është një fëmijë i zhvilluar shumë mirë, por që ndërkohë aty ka diçka që nuk shkon me atë fëmijën e tyre. Ato normalisht që do vi një moment që do ta pranojnë, por fillimi dhe momenti që ti i thua është goxha e vështirë. E kuptoj. Edhe nëse ky moment vjen pothuajse keni vëzhgimi juaj i edukatorës, i psikologës, vjen pothuajse në një raport vëzhgimi mbi fëmijën. Përsëri janë refuzuar në këtë pikë, nëse ju keni fushat e zhvillimit të fëmijës dhe shikoni dhe referoni që ka diçka që nuk është e përshtatshme për moshën në të cilën fëmia ndodhet. Ta pranojnë. Ato do ta pranojnë dhe do ta çojnë në një specialist absolutisht e marrin për bazë vendimin tonë, atë mendimin tonë, sugjerimin tonë, absolutisht që po, sepse ne kalojmë kohë të gjata me fëmijët. Dhe o e shikojmë ne, nuk e shikon askush. E marrim fëmia vjen në kopshtë në orën 8 dhe ikën në orën 4. Kështu që kohën më të gjatë ato e kalojnë me ne, mbas ditën e kalojnë me prindin. Kështu që ato patjetër që e vlerësojnë mendimin tonë dhe momenti që i thuaj që shiko, mendojmë që ti duhet bësh një vizitë, duhet ta shikoj një specialist. Okej, thonë, fillojnë pastaj të kërkojnë, patjetër, mohimi, hezitimi, pastaj edhe pjesa që pranojnë edhe kërkojnë ku na sugjeron, për shembull, referime, ku na sugjeron një mjek apo një neuropsikiatër apo një psikolog zhvillimi që ne vetë shkojmë bëjmë edhe kontrollet për fëmijën. E qartë. Vitet e fundit, sa është rritur numri që ka ardhur me referencë direkt nga kopshtet për një konsult zhvillimi të fëmijës tek ju? Po ka rritje, nuk di të them me numër eksakt, po ka një rritje dhe ka një rritje të qëndrueshme. Sepse në fund të fundit është ajo që thot Marsida, që janë edukatorët ato që vëzhgojnë, që shpenzojnë kohë të madhe me fëmijët dhe janë ato edukatorët që japin sinjalet e alarmit. Shpeshherë ndodh edhe që edukatori kontakton direkt qendrën ose direkt specialistin, sepse le ta themi edhe këtë anë tjetër të realitetit e ka shumë vështirë të komunikojë me prindin dhe thotë ndoshta do t'i them diçka, çfarë më sugjeron, si t'i them, pra ndodh edhe kështu, por rritja e referimeve nga kopshtet është në rritje. Dhe rritja është konstante e qëndrueshme. Nëse profili i fëmijëve ka ndryshuar, zhvillimi, komunikimi, çdo gjë ka ndryshuar, atëherë dhe ne të rriturit duhet të përshtatemi atyre. Çfarë mbështetje mendoni ju si ju duhet edukatorëve apo mësuesve, apo qoftë edhe prindërve, që ata që ne në fakt të përshtatemi në një zhvillim sa më të përshtatshëm dhe të mirë ndaj tyre? E para duhet një mbështetje nga ana e prindërve, mirëkuptim.
Trajnime sepse ne edukatorët duhet të njohin më mirë fëmijët, botën e fëmijëve të sotëm. Gjërat kanë ndryshuar, shkenca ka evoluar, domethënë dhe fëmijët nuk janë më siç kanë qenë përpara, siç e tham edhe në fillim. Kështu që ne kemi nevojë për më shumë trajnime. Edukatorët, patjetër, edukatorët kanë nevojë për më shumë trajnime. Në cilin aspekt mendoni ju? Trajnime për zhvillimin e fëmijës, për të njohur fëmijën më mirë. Ne kemi çdo gjë me eksperiencë, më fjalë e shikojmë edhe por ama është ndryshe kur vjen të flet një ekspert, të thotë që shiko, janë bërë këto studime, këto dhe se dhe edukatorët në një farë forme nuk arrin pastaj edhe të paragjykojnë apo të gjykojnë, sepse ne kemi, nëse dikur thonim që në moshën 2 vjeç fëmijët flisin të gjithë rrjedhshëm. Ndërkohë tani fëmijët shkojnë edhe 3-4 vjeç dhe kanë probleme në komunikim, kanë probleme në të folur, vështirësi në të folur. Dhe prandaj dhe unë jam shumë e hapur ndaj klinikave që që ofrojnë ndihmë dhe prindërit që më kanë kërkuar asistencë nga logopedet që të vinë të bëjnë terapi në Kopësht, unë jam shumë e hapur dhe jam shumë e gatshme t'i ndihmoj në të gjitha forma, sepse mua më intereson mbi të gjitha, domethënë shëndetim i fëmijës. Që një fëmijë sa më shpejt filloj të flasi, aq më shpejt do ulen dhe ato sjellje, sepse një fëmijë kur nuk arrin dot të komunikojë me gjuhë, ai do ta bëjë me sjellje. Dhe kjo e bën që edukatorja kur nuk arrin dot ta kuptojë se çfarë po thot ky fëmijë, ai fillon bëhet agresiv. Dhe bëhet agresiv me edukatoren, bëhet agresiv me fëmijën tjetër. Kështu që për mendimin tim është shumë e rëndësishme mbështetja dhe trajnime për të parë zhvillimin dhe ecurinë e fëmijëve për edukatorët. Gjithashtu duam edhe mirë kuptimin e prindërve ndonjëherë, sepse në fund të ditës jemi të njëjtën varg. Neve jemi të gjithë për një qëllim, mirëqenien e fëmijës. Dhe momenti që neve kemi bashkëpunim, kur ne të dy bashkëpunojmë, domethënë edukatorja dhe prindi bashkëpunon, fëmia lulëzon. Kjo është shumë e rëndësishme, domethënë dhe kjo. Okej, po edhe një herë të rikthehemi te pjesa e të folurit. Në momentin që fëmia ndjek terapin, por përsëri sjellja dhe menaxhimi i sjelljes nuk vjen në mënyrën e duhur dhe nuk arrin që edukatorja të bëjë menaxhimin e duhur ndaj fëmijës dhe sjellja e këtij fëmijë vazhdon përsëri. Dhe përsëri keni marrë mirë kuptimin e prindrit, mund të ofrojmë terapin, do sjellim profesionistit çfarë duhet, jemi dakord, por përsëri shikojmë që gjërat qëndrojnë aty, domethënë. Shikoj, para do kohën e vet, besoj. Domethënë një terapi që t'japi rezultate do kohën e vet. Dhe ne i japim kohë. Duke qenë se është një numër dhe nuk ka një numër të kufizuar në Kopësht, domethënë deri në 10 fëmijë grupi, edukatorja ka mjaftuar shumë kohë që të merret edhe me fëmijët që ka probleme në të folur, dhe ndërkohë terapisja që vjen, që riasiston gjatë orës së mësimit, është gjithkohës aty. Dhe mundohet në maksimum ta përfshijë fëmijën në çdo aktivitet që aty bëhet në Kopësht. Kështu që i japim kohë. I japim kohë dhe pjesa e sjelljeve. Ato për atë punë kanë nisur terapinë, sepse ka diçka që nuk po shkon, që është nisur terapia. Se po të mos kishin nevojë, ato vinin se të gjithë fëmijët edhe frekuentonin Kopshin rregullisht. E qartë. Pjesa e trajnimeve të edukatorëve për pjesën e menaxhimit të sjelljeve të fëmijëve. Pjesa e trajnimeve është, domethënë, është shumë e rëndësishme jo vetëm për edukatorët, është pa që rëndësishme edhe për prindrit, sepse the diçka shumë të rëndësishme që parë që më të roqë vëmendjen. Këta fëmijë fillojnë edhe ndërtojnë sjellje të pritshme, të dëshirueshme në terapi, por nga momenti që dalin nga terapia, kjo gjë nuk përsëritet në Kopësht apo nuk ndodh në shtëpi apo atje përjashta. Jam shumë dakord me atë që i thua, do marrë kohë, sepse është proces. Nga ana tjetër ne nuk duam që këta fëmijë të kthehen në ushtar apo në robot të bindur aty në terapi dhe kjo gjë mos përkthehet jashtë terapisë. Kështu që kthehemi përsëri tek ndihma e specializuar që duhet të ofrohem për edukatorët, për prindrit pa diskutim, në mënyrë që të jemi të gjithë në një unison për ta sjell atë sjelljen e dëshiruar aty ku duhet, pra për të marrë atë sjelljen nga ana sociale të dëshirueshme tek fëmia. Për sa kohë fëmia e vazhdon sjelljen jashtë terapisë, do thotë që sjellja nuk është asimiluar. Çfarë është propozuar nuk është asimiluar dhe nuk ka mjaftuar. Kështu që është shumë e nevojshme që prindit të mësoj nëpërmjet trajnimeve. Trajnimet janë të shumta, janë të shumëllojshme, prekin
fushat e zhvillimit kognitiv, emocional, gjuhësor, çfarë do lloj. E njëjta gjë vlen edhe për edukatorët dhe do puntoja shumë fort dhe do të rriqa vëmendjen shumë fort, jo vetëm tek trajnimet teorike, por tek praktika. Është shumë e bukur, kemi pasur raste kur sjellim prindin aty brenda në terapi, kur vjen mësuesi mbështetës aty brenda në terapi, kur vjen edukatori, kemi pasur bashkëpunime të tilla që kanë qenë shumë frytëdhënëse, pasi prindi, po qoftë edhe edukatori apo mësuesi mbështetës, kanë arritur dhe kanë përthithur shumë më shpejt atë se çfarë thuhet në letër apo në trajnimin teorik, kështu që impakti është shumë i madh. Po në momentin që fëmia nuk është se ka ndonjë problematik në të folur, ndonjë vonesë gjuhësore ose çfarë do qofte pjesa e çrregullimit neurozhvillimore. Thjesht ka sjellje të papërshtatshme, mund të jetë momenti që nuk është përshtatur me kopshtin ose ka ndryshuar kopshtin, ka ndodhur një situatë. Çfarë ndodh në këtë moment? Si mund të punohet me edukatorin ose me prindrit? Fëmia ka thjesht problematik sjellje. Jo domosdoshmërisht një rregullim. Problematika e sjelljes gjithashtu kërkon që prindi apo edukatori të jetë i përgatitur në menaxhimin e sjelljes, edhe nëse nuk është një çrregullim. Menaxhimi i sjelljes është një ylber me ngjyra që atë që sjell fëmia përpara në atë moment nuk është e thënë që ta gjesh të shkruar të zezën mbi të bardhë, por duhet kuptuar në radhë të parë çfarë është kjo sjellje, pse ndodh kjo sjellje, dhe këto janë bazat që prindi apo edukatori do duhet i dinë. Pastaj, nëse ka situata të veçanta, specifika të veçanta që ka ndodhur për shembull një ndryshim situate në jetën e fëmijës, ka ndodhur një divorc prindrish, ka ndodhur një ndrrim i shtëpisë, dhe fëmia kopshti i ri, shok të ri, stimuj të reja, dhe fëmia këtë gjë nuk po e përball ashtu siç duhet, atëherë gjasat janë që kemi të bëjmë në radhë parë me një këshillim me prindin. Pra jo domosdoshmërisht menaxhimi i sjelljes fëmijës, po e zhvendosim vëmendjen tonë tek këshillimi i prindit. Shumë i rëndësishëm këshillimi me prindin, sepse zakonisht ndodh që kur fëmia shfaq një sjellje të caktuar, ose kur shfaq një agresiviteti apo dhunë ndaj një shoku, godet një shok apo kafshon, ndonjëherë prindi justifikon edhe thot direkt është i llastuar, ose po si ka mundësi në shtëpi nuk e bën, po që nuk ka mundësi që ndryshe të sillet në shtëpi, ndryshe të sillet në kopësht. Është e pamundur, sepse një fëmijë që është i dashur, është i qetë, është edhe në shtëpi edhe në kopësht. Një fëmijë që është agresiv, është edhe në shtëpi edhe në kopësht, sepse fëmijëve u plotësohet gjithçka, nuk u thuhet jo. Kufin të ndihmojnë të rritesh, sepse kufit të pozicionojnë, e bëjnë fëmijën, po edhe gjithë në tjerë, në fundit të mendojmë një moment për çfarë po bëjmë dhe për cilat janë pasojat e asaj që po bëjmë, kështu kufint janë brenda asaj kuadrit të lejueshëm të kufirit, mos, domethënë disiplinimi pozitiv, më saktë, do të ishte ajo qasja e duhur. Mendoni që nga eksperjenca juaj, nga sjelljet e fëmijëve, kanë kufi fëmijët me aq sa ju keni vënë re? Duhen të vendosen kufi. Akoma. Duhet të vendosen patjetër. Dhe kjo vjen normalisht me njohuri më shumë mbi pjesën e zhvillimit të fëmijës, ndoshta edhe trajnime ose seminaret e hapura. Seminaret e hapura, biseda të lira dhe të sinqerta me prindrit. Jetojmë në një dekadë, në një epokë shumë ndryshe. Prind asnjëri nuk ka lindur, prindër bëhemi dhe bëhemi prindër sipas fëmijës që kemi sot, tani përballë. Kështu që sa më shumë ndarje mendimesh, trajnime, seminare, biseda të hapura, të sinqerta, ndihmë sinqert, pse jo. Edhe ndoshta kjo është pjesa, nuk e di sa biem dakord me këtë fakt, është që duhet të marrin informacione dhe trajnime nga profesionistë vendas shqiptar, sepse kontekstet janë të ndryshme. Dhe një profesionist i jashtëm normalisht do flasi për kontekstin dhe kulturën, ndërsa ne jemi ndryshe. Si është më pëlqen shumë kjo që ndërhyrja që bëre realisht, sepse në qoftë se duam të flasim për shtylla teorike të sjelljes, të gjuhës, të komunikimit, mund të marrim lektor nga jashtë, pse jo, dhe me shumë kënaqësi. Ama nëse flasim për kontekstin shqiptar, ndryshe rritet fëmia në
tek bloku, ndryshe rritet fëmia në periferitë të Tiranës, ndryshe rritet fëmia në një fshat të Fierit, ama të gjitha këto ndryshe, gjithsesi janë brenda kontekstit shqiptar. Dhe gjërat ne nuk i standardizojmë dot sipas standardit zvicerian, dhe kjo ndodh edhe nëse flasim Zvicër dhe një shtet tjetër të botës, nuk është e thënë. Kështu që gjithçka në kontekstin kulturor, absolutisht. Po ju në praktikën tuaj në Kopësht, Marsida, e ofroni këtë lloj fryme, seminare ose ndoshta biseda të hapura me prindrit? Të them të drejtën, çfarë po dëgjoj tani, domethënë me Migin, edhe më lindi një ide, dhe në momentin do ta diskutoj pastaj me Migin këtë pjesë. Sepse dua shumë, e them me sinqeritet që kemi shumë nevojë që prindit jenë të informuar dhe të jenë bashkëpunues me ne. Edhe unë jam shumë e gatshme që të bëjmë seminare, pse jo, e të ftojmë prindrit. Edhe ata kanë nevojë. Mendon që funksionon? Sepse disa kopshte normalisht me aq sa kemi vëre, po e bëjnë. Bëjnë, na ftojnë, bëjnë biseda të tilla të hapura dhe funksionojnë në të dyja kahet. Pra, funksionojnë sepse ne i themi diçka prindit, i japim një informacion të cilin ai po e kërkon. Dhe ndoshta 100% jo, por 80%, për mos folur me përqindje, vlen. Ajo që nuk na shkon në mend menjëherë funksionon edhe për ne tjerët, sepse merr pyetje shpeshherë në këto takime që ti nuk i pret. Kështu që pasurojmë njëri tjetrin fundit, pasurojmë njëri tjetrin dhe qëllimi është në fund fare është fëmia, mirëqenia e fëmijës. Një shqetësim që nuk ka qenë te prindrit, por në ditët e sotme vjen i përditshëm tek ju. Komunikimi dhe përqendrimi. Dy. Domethënë prindit janë gjithmonë të shqetësuar se fëmia im nuk po flet, dhe të shqetësuar pse është i papërqendruar. Domethënë ka fëmijë që nuk rrin në një aktivitet, e kanë shumë të vështirë të përfshihen në një aktivitet apo të qëndrojnë ulur. Momentin që tregohet një fillohet leximi i prallës për shembull, fëmijët janë domethënë shumë pak të përqendruar. Dhe këtu prindit shqetësohen, sepse zakonisht përmbas ditëve kur takohem me prindit na pyesin edukatorët dhe i thon si shkoi dita, thotë edukatori ai thotë se shikon, probleme përqendrimi, po thotë e kam bërë edhe në shtëpi të njëjtën gjë, konfirmojnë, po patjetër që e konfirmojnë. Dhe pastaj të folurit, edhe një problem tjetër është se prindit kanë filluar të bëjnë krahasojnë me fëmijët e tjerë. Kur dalin sepse janë fëmijë lagje, dhe kur dalin te koborri fillon shikojnë diferencë. Po, ai flet shumë mirë, flet shumë qartë, pse ai ky nuk flet, çfarë problemi ka? Aty pastaj fillojnë të shqetësohen. Edhe fillojnë edhe shikojnë gjërat me lupë pastaj. E qartë. Atë komunikimi dhe përqendrimi. Vin nga teknologjia apo janë faktor të tjerë? Në momentin e parë, shqetësimi më i shprehur, më i artikuluar i prindërve, sepse kur arrin dhe thonë që nuk po flet si fëmijët e tjerë, nuk po komunikon si fëmijët e tjerë, është një fazë pak më mbrapa. Të paktën tek ne, shqetësimi i parë fare që vjen është që sigur po izolohet, nuk ka besim nga ana sociale, mos ndoshta nuk është i mirë kopshti. Dhe këtë nuk më thon. Kalon tek ana tjetër. Kalon tek ne sepse është ai momenti, është ajo frika e brendshme që nuk ja thon as vetes që më duket se fëmia nuk po flet si gjithë të tjerat, nuk po përmbush ato etapat apo gurët e zhvillimit dhe thon nuk ka besim, nuk u ndjen mirë tek ai kopshi. Pra po më izolohet nga ana sociale dhe i ndruam kopshtin dhe është shumë më mirë. Do të thënë kjo është qasja e parë, shqetësimi i parë i madh që shprehin prindrit. Dhe pastaj patjetër që nuk po flet ose më së shumti thonë është i papërqendruar, është shumë i zgjuar, po është i papërqendruar, pra përqendrimi. Kështu që ngelemi te këto. Atëherë si shqetësime kryesore. Normalisht kundrejt kopshtit shkon shqetësime të tjera dhe kundrejt një profesionisti janë të ndryshme normalisht Që vërteton nevojën e madhe që ka prindi për të qenë i mbështetur, sepse prindi po kalon nga një raport, le të themi, tek tjetra, pa e artikuluar shumë qartë atë shqetësimin e tij, pra prindi ka nevojë për ndihmë. Si mund të ndihmohet një prind? E tham pak a shumë nëpërmjet takimeve, këshillimeve të ngrohta, trajnimeve, seminareve, por ndoshta mesazhi më i fuqishëm do të ishte
Jemi në një kohë kur jemi në konkurrencë me botën virtuale. Ritmet e tham janë të tilla, stili jetesës është i tillë që ne këtë pjesën e botës virtuale nuk është se e kontrollojmë dot më tashmë. Atëherë ajo çfarë mund të bëj prindi dhe thirrja e jon në këtë rast ndaj prindërve është dashuri, kohë në dispozicion, lojë sinqert me fëmijën. Në fund të fundit këto janë elemente që janë njerëzore dhe që ne i kemi në dorë. Është ndoshta koha ajo, siç e that, edhe për prindin mund të jetë shumë e vështirë, ashtu siç mund të jetë edhe për kopshtet, edhe për profesionistët e zhvillimit dhe normalisht ndoshta më vulnerabël në këtë mes nuk mbetet fëmia, por prindri, sepse është ai që do adresoj të gjithë ato çfarë ai vëre dhe shikon tek fëmia e tij. Dhe mbetet ajo pjesa që ai thjesht duhet të pranoj ose duhet të shikoj ka diçka që nuk shkon. Dhe le Me të fëmijën. kërkojnë ndihmë dhe të pranojnë ndihmë. Edhe sa më shpejt aq më mirë, sepse ka raste që prindit e lënë shumë gjatë fëmijët. Po ndërkohë që ju e dini shumë mirë, domethënë se sa ndikon kjo në ecurinë aty fëmijës në fillim në të filluarit të foto, të flasje apo në gjithçka, ju e dini më mirë se sa ne këtë pjesë, domethënë. Kështu që për mendimin tim prindi sapo të marrë sinjalin e parë të drejtohet te profesionisti. Ju një shqetësim që keni të përditshëm në lidhje me zhvillimin e fëmijëve në ditën e sotme. Vëmendja dhe durimi. Okej, po për ju, doktoresha. Shiko, është shumë e vështirë, por shumë e rëndësishme të mundosh të kuptosh nga brenda fëmijën. Të shikosh brenda fëmijës është shumë e vështirë. Ajo që shohim ne është ajo së jashtmi. Pra, deri në momentin që nuk fillon ai trajtimi mirëfill. Kështu që çfarë shohim së jashtme është sjellja. Unë do targetoja sjelljen. Një komponent shumë i rëndësishëm. A janë të lumtur fëmijët e sotëm? Fëmijët e sotëm kanë gjithçka. Por unë mendoj që fëmijët e sotëm duan kohë. Duan të kalosh kohë me fëmijët e sotëm, ti dëgjosh ata, ti shikosh në sy, ti flasësh, ti prekësh, ti faresh dashuri. Janë fëmijët e sotëm, fëmijët kënaqen me pak gjëra. Dhe prania jote e bën ato të lumtur. Po nga aspekti psikologjik, mendoni që janë të lumtur? Po nuk përgjigjem dot me qartësi në fakt në kësaj pyetje, sepse në mënyra se si e kuptojmë ne lumturinë lidhet me ato çfarë kemi përjetuar ne. Çfarë përjetojnë fëmijët e sotëm, këtë do ta tregojnë brezat më vonë. Aman, nëse bëjmë krahasimin, nuk është njësoj, gjithsesi. Pra ne kënaqeshim më shumë me atë kontaktin, me atë të qenurit përballë, me ngjyrimin emocional përballë. Fëmijët e sotëm me sa duket kënaqen me teknologjinë, a është ekuivalente kjo, këtë nuk e dim. Themi jo, do duket. Një mesazh për prindrit. Çfarë do ishte ai nga ana juaj? Mesazhi për prindit nga ana ime është të kalojnë kohë me fëmijët e tyre. Fëmia ka nevojë ta ndjejë praninë e tyre, jo vetëm thjesht të vishëm bukur edhe hajde shkojmë tek kafja dhe ti luajmë me fëmijët dhe ndërkohë mami dhe babi lundrojnë për internet, por të kalojnë kohë. Të kalojnë kohë sa më shumë me fëmijët e tyre. Koha cilësore me prindin. Patjetër. Po nga ana juaj, cili do ishte një mesazh shumë i vlefshëm ndoshta për prindrit? Nuk e di, por do thoja që kur mos ndihen vetëm, kur mos ndihen të dorëzuar dhe në fund të ditës ka gjithmonë një zgjidhje. Kërkoni ndihmë, ka gjithmonë zgjidhje. Okej, kjo ishte për prindrit. Si gjithmonë, ju jeni gjithmonë mbështetja për prindrit, të gjithë besoj ata që vinë. Absolutisht. Mbështetja për prindin fundit është kyç. Sepse duke mbështetur prindrin ndihmojmë edhe fëmijën. Ai është target. Do një gjë të fundit? Unë të falenderoj sinqerisht për bisedën e sotme dhe uroj që temat të tilla pikante dhe pyetje pikante të ngrejnë diskutime të tjera më mbrapa, sepse është shumë e nevojshme të flasim. Ju falenderoj të dyjave që ishit sot në këtë episod të dytë të Po të flas, fëmia në qendër.
Faleminderit për ndihmën tuaj, eksperiencën tuaj dhe të gjitha gjërat që i ndat këtu për të gjithë ata që na ndjekin, për të gjithë prindrit. Faleminderit dhe shihemi në episodin e radhës. Mirupafshim.